Qëllimi nuk ishte as interesi kombëtar dhe as krijimi një linje ajrore që do të fliste shqip. Interesat e vërteta të kryeministrit Edi Rama dhe pyetja se pse zgjodhi procedurën pagar për të bërë aksionere kompaninë Turkish Airlines nisën të marrin përgjigje disa muaj më vonë, kur kryeministri filmoi duke udhëtuar me një avion charter me kodin TCANA, i njëjti avion që ka shërbyer për vite si avion qeveritar i Turqisë, i cili është përdorur edhe nga presidenti turk Erdogan. Mjeti fluturues super luksoz ka disa ambiente të ndara në funksion të një personi të vetëm, që në rastin ton është kryeministri Rama, bar, restorant, poltrona relaksues, dhomë gjumi dhe banjo luksoze janë disa nga elementet e charterit kryeministror, për të cilin nuk ka asnjë gjurmë zyrtare se si ky avion u bë pjesë e flotës së kompanisë Air Albania. Opozita zbuloi në disa denoncime se kryeministri ka udhëtuar 137 herë me charterin nga viti 2020 deri në vitin 2022, ndërsa mediat investiguese publikuan një marrëveshje të kompanisë Air Albania me drejtorinë e shërbimeve qeveritare, ku kjo e fundit merrte përsipër që të paguante shpenzimet e udhëtimeve të kryeministrit, të mbështetura në kërkesën që kishte bërë vetë kabineti dhe zyra e protokollit. Mirë po ky ishte një angazhim i hedhur në letra, sepse gjërat nuk shkuan tamam kështu. Në të dhënat publike të thesarit të shtetit, ku pasqyrohen të gjitha pagesat që institucionet shtetërore kryejnë për palë të treta, nuk rezulton asnjë pagesë që drejtoria e shërbimeve qeveritare të ketë bërë për Air Albania. Madje nuk ka asnjë pagesë as nga kryeministria, me përjashtim të 2 biletave të paguara për punonjës që kanë udhëtuar me avion të linjës Air Albania.